Bismillahirrahmanirrahim. Po fillojmë me leximin dhe komentimin letrar të surës En'am, ajeti 69. Pra në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Para se të fillojmë, të dashur miq të dijes dhe të urtësisë, të nderuara goca, çuna, burra, gra, të krishterë, musliman dhe gjithë ju që jeni shif folës, ju urojmë një mirëseardhje në këtë live-in, programin ton, emisionin ton, që është i emërtuar Shkolla e Diturive Kuranore, dhe në këtë brenda kësaj ore ne pra do ta lexojmë dhe do ta komentojmë me pika të shkurta aty këtu ndonjë verset i cili na është i njoftur apo është i nevojshëm që të komentohet. Prandaj, pa humbur kohë, para se të lexojmë Kuranin, duhet ta dimë se jemi në muajin Ramazan dhe nikoqiri ynë pra është Allahu, ai i cili neve na ka mysafirët e tij. Sepse Allahu ka thënë, Ramazani është muaji im dhe për këtë muaj unë shpërblej, unë jap dhurata. Prandaj ne urojmë që dhuratat e Zotit të mos na mungojnë të gjithë neve që jemi këtu, prezent, që jemi mbledhur për ta dëgjuar fjalën e Zotit. Në fillim po shkojmë me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe, arabe, në gjuhën origjinale, në gjuhën arabe, me një melodi që do të mundohem ti ngjall emocionet e juaja dhe që si është lexuar qysh në para 1400 viteve në kohën e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, dhe njëkohësisht të ju jap si hariç se Zoti thot, kush e lexon një verset kuranor, qoftë në gjuhën arabe apo në gjuhën shqipe, gjatë muajit Ramazan, shpërblimin e ka një lloj sikurse të kishte ta kishte lexuar tër Kuranin. Pra një ajet kuranor që lexohet në muajin Ramazan, shpërblimi është sikurse të jetë lexuar i tër Kurani, pra sevapet. Prandaj të jeni të lumtur që jo ashtu pa dashje, po Allahu juve ju ka zgjedh që të jeni prezent në këtë orë të shkollës së diturive kuranore. Pa humbur kohë, po e fillojmë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم تتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا
حسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم. Fjala e Zotit të lartësuar është e vërtetuar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbritur Kur'anin. O Allahu im, madhroje dëshirën time ndaj teje. O Allahu im, bëre Kur'anin dritë në shikimin tim dhe shefaat në zemrën time. O Allahu im, largo brengën dhe dëshprimin nga shpirti im. O Allahu im, zbukurona gjuhën ton me Kur'an. O Allahu ynë, zbukuroma fytyrën time me Kur'an. O Allah, forcoma trupin tim me leximin e Kur'anit. Leximin e Kur'anit peshoje rënd në peshorën time. O Allahu im, më bën të mundshme leximin e Kur'anit me respekt edhe ditën edhe natën. O Allahu im, më ringjall me pejgamberin edhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. E pranofsh. Të nderuar miq, po fillojmë pra me surën En'am, ajeti 69. Do ta bëj unë katkut këtu pa pikë problem. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Surja En'am, ajeti 69. Ata që friksohen Allahut nuk japin llogari për ata, por kjo është çortim, mos po friksohen. Lëri ata të cilët e kanë marrë fenë e vetë si lojë e dëfrim, dhe i mashtron jeta në këtë botë. Ti tërhiqu vërejtjen me të, me Kur'anin, që njeriu të mos shkatërohet për shkak asaj që bën, sepse përveç Allahut nuk do të ketë as mbrojtës, as ndërmjetësues. Sikur të afrojnë çfarë do të qoftë si kompenzim, nuk do të pranohet. Ata janë të cilët për shkak të asaj që kanë bërë, e kanë pësuar. Për ata ka pije nga uji val dhe dënim të dhëmshëm, nga se nuk kanë besuar. Thuaj, a në vend të Allahut të lusim atë që nuk mund të na bëj as dobi, as dëm, e të kthehemi gjurmëve tona pasi na ka udhëzuar Allahu? Sikur ai të cilin në tokë ka mashtruar djalli dhe është i shashtrisur. Ka shok që thrasin në rrugë të drejtë. E janë tek ne. Thuaj, udhëzimi i Allahut është udhëzim i Allahut. Ne jemi të urdhëruar t'i dorëzohemi Zotit të botrave, të kryejmë namazin dhe friksohuni atij, ai është te i cili do të tubohemi. Dhe ai, Allahu, është i cili ka krijuar qiejt dhe tokën
me urtësi. Ai sa po thot për diçka, bëhu, ajo bëhet. Fjala e tij është e vërtet. Dhe atij takon pushteti në ditën kur të fryhet në surr. Ai e di botën e padukshme dhe të dukshmen. Ai është i urtë e i informuar mirë. Dhe kur Ibrahimi i tha babait të vet, Azerit, ai dolet i konsideron si zotra? E sheh se edhe ti edhe populli yt janë në humbje të qartë. Dhe kështu ne i treguam Ibrahimit mbretërinë e qiejve dhe të tokës, që të jetë i bindur mirë. Do të ndalemi te surja Enam, ajeti 74. Ibrahimi a.s. ka pasur një baba, mirë po, baba i tij, sipas këtij verseti kuranor, ai ka qenë gdhendës dhe gur gdhendës i idhujve, i zotrave, nga guri, nga druri e të gjitha, idoleve. Mirë po, sipas disa komentimeve, Azeri, i quajtur pra emri i babait të Ibrahimit, paqja qoftë mbi të, thuhet se është quajtur Azari, mirë po disa tefsirolog thonë se Azari nuk ka qenë babai i Ibrahimit, pra babai biologjik, por ka qenë xhaxhai i Ibrahimit a.s. e disa të tjerë thonë ka qenë kujdestari derisa ka qenë fëmijë. Ndërka që disa komentatorë thonë se babai i Ibrahimit a.s. është quajtur Tarik ose Terah. Me këtë kuptojmë se gjeneza e profetëve, me këtë komentimin e dytë që Azeri nuk ka qenë babai i Ibrahimit, pra babai biologjik, por ka qenë ky tjetri Tarik ose Terah, në Bibël dhe në Tevrat i kanë pak ndryshime në emra, dhe se prindrit edhe paraardhësit e profetëve gjithmonë kanë qenë monoteist, pra që kanë besuar në një Zot. Prandaj nuk mund, shumica e tefsireve nuk e pranojnë që Ibrahimi të zgjedhet si profet nga një baba që ka qenë gdhendës për punues, pra mjeshtër i gdhendjes së zotrave, i ka ndërtu ato zotra, qoftë prej gurit, qoftë prej drurit. Por shumica thonë që babai i tij ka qenë monoteist. Për këtë, ky verset gjithashtu përputhet edhe me babain e profetit Muhammed, Abdullah, robi i Allahut, me emrin e njohur, që do me thënë edhe ai ka qenë prej besimtarve të besimit monoteist, në një Zot, por ja që tefsiret për ta nënçmuar, për ta nënvlerësuar personalitetin e profetit Muhammed, shpesh herë jo tefsiret, por njerëzit predikues thonë se profeti Muhammed ka pasur babain qafir, pa besimtar. Dhe kjo nuk qëndron në realitet, sepse të gjithë profetet kanë pas një gjenezë nga Ademi a.s. që kanë besuar në një Zot. Vazhdojmë. Dhe kur ra nata, ai e pa një yll dhe tha Ibrahimi a.s. Ky është Zoti im, por pasi perëndoi, ai tha, nuk i dua ata që perëndojnë. Çfarë Zoti është ai? Ditën, natën del, në mëngjes perëndon. E kur e pa hënën që po del, tha, ky është Zoti im. E pasi që edhe ajo perëndoi në mëngjes,
Ajo Perëndoi ky tha, nëse Zoti im nuk më drejton në rrugë të drejtë, unë me siguri do të jem nga ata që kam dështuar. Do me thënë, dyshimi i Ibrahimit a.s. Rreth asaj ekzistencës së Zotit ishte një ves, ashtu themi, dhe ishte një e drejtë se njerëzit për të ardhur tek e vërteta shpesh herë dyshojmë, na paraqiten dyshimet, por pas dyshimeve dhe pas studimeve ne arrim të vërteta. Dhe pas lutjeve, si që lutë dhe Ibrahimi thot, nuk i dua ata zotna që përendojnë, por ama o Zot, nëse ti nuk më udhëzon, unë do të jem prej atyre të humburve. Pra, Ibrahimi a.s. kërkoi Zot, kërkoi e pa si Zot njëherë diellin, pastaj hënën, por ja që të dyjat përëndonin, dhe ky nuk mund t'i besonte atyre që ishin zotra. Zot. Prandaj vazhdojmë. Kur e pa Ibrahimi diellin se si po lind, ai thiri, ky është Zoti im, ky është më i madh. Mirëpo, pasi që edhe ai përendoi tha, o populli im, unë heq dorë nga ato që ju i bëni shok. Pastaj, unë po e drejtoj fytyrën time si besimtari vërtet, ka ai që ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe unë nuk jam nga politeistët. Politeist besimi në shumë zotra. Pra, unë nuk jam nga politeistët, ata që i besojnë hënës, apo diellit, apo idhujve, nga druri, nga guri, e të tjera e të tjera. Dhe populli ati kundërshtoi. Ai tha, a të polemizoni me mua për Allahun, e mua ai më ka udhëzuar. Pas lutjes që e bëri Ibrahimi a.s., ai veç u udhëzua në shpallja i erdhi dhe i tha, apo doni me polemizu, lidhur me çështjen e Zotit? Ai thë, për mua është Allahu, e mua ai më udhëzoi. Unë nuk u friksohem atyre që ju i bëni shok atij. Do më thënë, ato zotrat ju që i keni gdhendur, unë nuk i friksohem atyre zotrave t'juj. Me përjashtim nëse Zoti im dëshiron diçka. Zoti im gërthen çdo send me dijen e vet, a nuk mbledhni mendjen? E fela ta kilun? Mëse 130 herë në Kur'an përmendit kjo fjalë. E pse s'po mendoni? E pse s'po mbledhni pak mendjen? Pse s'po reflektoni pak me veten për fjalën e Zotit? Po, si t'ju friksohem atyre që ja bëni ju shok, kur ju nuk friksoheni që i bëni shok Allahut, diçka çka nuk ju ka dhënë kurrë argumenti për të. Ne e dishi cilin nga këto dy grupe është më e denjë për të qenë sigurt, na tregoni. Do të jenë të sigurt ata të cilët besojnë dhe besimin e tyre nuk e veshin me mizori. Ata janë të përudhur. Do më thënë, ne mund të jemi besimtar. Dhe mirë po, besimi në është i sigurt kur ne nuk e mveshim, nuk e shtojmë besimin ton me mizori. Edhe Muaviju, edhe Jezidi, edhe Sufjani, sidomos Jezidi, a i thoshte se unë jam besimtar, madje e falte edhe namazin, por ja që a i besimin e vet e mveshi me mizori dhe ngriti shpatën në fushën e Qerbelas dhe Muaviju gjithashtu në fushën e Sifinit dhe bën gërdi. Muaviju mbyti 70.000, u mbytën në këtë luftë kundër Aliut që u ngrit, 70.000 njerëz ranë, disa dëshmor e disa kriminal, sepse ju bashkangjitën Muavijut, gjithashtu edhe në Qerbela u mbyt familja e profetit, sepse edhe ushtarët e Jezidit i thonin, o Husein, shpatat, zemrat i kemi me ty,
por shpatat e Jezidit janë kundër teje. Nga kjo e kuptojmë se besimi i mveshur me mizori nuk është besim. Vazhdojmë. Dhe nuk është besim i sigurt. Ato janë argumentet tona që ja dham Ibrahimit ndaj popullit të vet. Ne u japim shkallë të lartë atyre që duan Zotin, që duam, falni, edhe një herë. Ne u japim shkallë të lartë atyre që duan. Zoti pra thot, Zoti yt është me të vërtet i urtë dhe i dijshëm. Dhe ne i falëm Ishakut dhe Jakubit, pra i falëm Ishakun dhe Jakubin, Ibrahimit a.s. Më pastaj edhe Ismailin, pra. Se cilin e kemi udhëzuar, pra i ka bërë pejgamber. Ndërka që Nuhin patëm udhëzuar qysh më parë. Para Ibrahimit a.s. Nuhi a.s. ka qenë prej profetëve më të hershëm dhe tani e tregon gjenezën e tij. Kush ka ardhur nga Nuhi dhe kush nga Ibrahimi. Nga Ibrahimi pra erdhi Ismaili, Ishaki dhe Jakubi. Jakubi është babai i Jusufit a.s. Ndërka që nga Nuhi a.s. patëm udhëzuar qysh më parë dhe nga pasardhësit e tij ja ka dhënë Davudin dhe Sulejmanin, edhe Ejubin, edhe Jusufin, Musën dhe Harunin, ashtu ne i shpërblejmë ata të cilët bëjnë vepra të mira. Nga kjo pra kuptojmë se Nuhi e kishte si pasardhës të tij djalin e tij Davudin, Sulejmanin, nipin, stërnipin, Ejubin, Jusufin, Musën, Harunin e kështu me radhë. Pastaj vazhdojmë. Edhe Zekerian, edhe Jahjan, edhe Isen, edhe Iljasin, të gjithë kanë qenë prej të mirëve. Pra Zoti i dallon, profetët ishin ata të udhëzuarit dhe besimtar të fjalës së Zotit, por kishe edhe besimtar që ja veshnin vetes mizorin. Edhe Ismaili, edhe Iljasa, edhe Junusi e Luti, se cilin e kemi lavdruar nga të tjerë. Edhe nga baballarët e tyre, edhe pasardhësit e tyre, edhe vëllezërit e tyre, ata i kemi zgjedhur dhe i kemi udhëzuar në rrugë të drejtë. Këtu tregon se Zoti i ka zgjedhur profetët për këtë mision shumë të rëndë në punë, por shumë të dashur në gojë e në shpirt. Ai është udhëzimi i Allahut, me të cilin udhëzon këtë të doj nga robërit e vetë. Kemi thënë në ligjëratën e përparme, Allahu udhëzon këtë të doj dhe Allahu e lë në humner këtë doj. Mirë po, shumë mirë kemi shpjeguar që udhëzimi ka shkak. Nëse ti nuk e beson dhalikel kitabu la rejbe fi, nuk e pranon që Kurani është libër i cili nuk ka dëshim, ti nuk e pranon këto, kjo është shkak që ti nuk dëshiron të jesh i udhëzuar. E tek Zoti nuk ka dhunë, në fe nuk ka dhunë. Mos udhëzimi edhe mohimi është i barabartë me terrin, siç thot ajeti kuranor më përpara në ajetin 63 mos gaboj të surës Enam, herën e kaluar e kemi shqyrtuar shumë mirë. Do me thënë, Allahu nuk bën kërkujve pa drejtësi, sepse do të ishte pa drejtësi nëse Zoti e udhëzon këtë doj dhe Zoti e lë në humner këtë doj. Nëse do të ishte ashtu, atëherë pse Zoti neve na dënon? E ata që i ka udhëzu i shpërblen me xhenet. Por jo, tek Zoti ka drejtësi. Ai ta ka dhënë udhëzimin dhe ti nuk don, normal që edhe Zoti nuk imponon. Ai thot, unë e udhëzoj këtë dua dhe e udhëzoj e lanë në humner këtë dua, sepse ai nuk bën pa drejtësi, po vetëm ata i bëjnë pa drejtësi vetes duke e mohuar fjalën e Zotit.
Vazhdojmë. Ai është udhëzimi i Allahut me të cilin udhëzon këtë doj nga robërit e vet. Po nëse ata i bëjnë tjerë shok atij Allahut, me siguri do të shkojë kot ajo çka bëjnë. Ata janë të cilëve ne u kemi dhënë librin, hynor, pra, urtësinë dhe profecinë. Nëse këta nuk besojnë, ne kemi mobilizuar njerëz të cilët nuk e mohojnë. Mos beso, nuk ka problem. Mirë po, të thot, ne kemi mobilizuar, kemi përgatitur njerëz për profetët që ata të mos i mohojnë as profetët, as urtësinë, as Kuranin. Prandaj mos u pregosni. Ju kërkojeni udhëzimin si që ka kërku Ibrahimi a.s. O Zot, thot, ti më udhëzo, se për ndryshe unë do të jem i humbur. Andaj, kërkoni udhëzimin çdo herë që të arrini tek ai realiteti i cili do t'ju hap syt, do t'ju ndëshoj mendjen, do t'ju ngrit shpirtin tuaj në lartësi dhe do të shihni të mirat e kësaj botës dhe botës tjetër. Vazhdojmë. Ata të cilët Allahu i ka udhëzuar, prandaj paso rrugën e tyre. Thuaj, unë prej jush nuk kërkoj shpërblim për këtë Kuranin, ai është vetëm këshill dhe vërejtje për botërat. Zoti ty nuk të çorton, po ta tërhek vërejtjen. Shpeshherë na ndodh një fatkeqësi e vogël dhe ne shqetësohemi shumë për ata. Por ja që profeti Muhammed thot, ndoshta ju për një fatkeqësi të vogël ju duket e madhe, por urtësia është tek ajo se Zoti ju ka shpëtuar nga një fatkeqësi edhe më e madhe. Ka raste na shpërthen një gomë, por pa pas kushohiq në rrugë të drejtë. Por Zoti ka dashur që juve t'ju shpëtoi nga një aksident shumë më i madh. Prandaj, çka të na vjen, na do të me thonë elhamdulillah o Zot, që më mbrojte nga më e keqja, nga më e madhja. Vazhdojmë versetin 91. Ata nuk e njohin Allahun si duhet, sepse thonë, asnjë njeriu Allahu nuk i ka shpallur kurrë. Çfarë Muhamedit? Muhamedit kurrë si ka shpallur Zoti. Asnjë njeriu. Thuaj, ata thonë do me thonë, si ka shpallur, sot ke në për TikToket që une nuk besoj se janë të krishterë, por ata në emër të krishterizmit e kanë studiu aq bukur, në mënyrë të djallëzuar Kuranin, dhe e përdorin të krishterët Kuranin, disa grupe të krishterë, për me sulmu, për me i abuzu versetet kuranore. Prandaj, ata thonë njësoj, si kurse këta në Kuran, thotë, nuk i ka zbritur kërkujt, as kujt nuk i ka zbrit Kurani, çfarti Muhamedit si ka zbritur Kurani. Prandaj, keni kësi kategoritë të njerëzve këtu, por ma mirë i kishëm thonë të krishterëve, le të na spjegojnë krishterimin, e ndoshta mësojmë gjëra të bukura. Të muslimanëve, le ta studiojmë islamin, mos u merrni me studimin e të krishterëve, i Biblës e tjera, sepse mjaft kemi ne njohuri për të fituar nga ky libër i shenjtë, Kurani i lartësuar. Ata nuk e njohin Allahun si duhet, sepse thonë, asnjë njeriu Allahu nuk i ka shpallur kurrë. Thuaj, po kush e zbriti librin të cilin e solli Musa, si dritë udhërrëfyes njerëzve që e vëni në përfletë dhe e tregonin, por shumë edhe e fshihnin dhe keni mësuar çka nuk e dini, keni ditur as ju, as baballarët tuaj. Thuaj, Allahu, e pastaj, thuaj, Allahu, e pastaj lëri ata le të zbaviten me gënjeshtrat e tyre. Pra, tek jevrejet, edhe libri që i ka zbritur Musës, ata rabinët që kanë qenë, si me thënë, prisit, klerikët fetar,
Rabinët madje i kanë fshehur disa sure, disa kaptina të Tevratit, vetë rabinët i kanë fshehur dhe nuk ja kanë treguar popullit të vërtetën. Prandaj thot Zoti, ti thuaj që Allahu është ai që ja zbrit Kuranin njerëzve, i zgjedh njerëzit, siç e përmendën pejgamberët, dhe leni ata le të zbaviten me gënjeshtrat e tyre. Këto janë për ata tiktokera që dojnë të nënçmojnë fenë tonë islame. Lërnini le të zbaviten mes veti, mos hyni në këto lajke si musliman, ose nëse je dietar e ke obligim kohë pas kohë me hy edhe me tregu të vërtetën, pa marrë parasysh që të ofendojnë, të fyen, apo edhe ta bëjnë blok, apo ta mshelin edhe gojen, por me rëndësi do të mundohesh në mënyrë ma dinitoze ta shpjegosh një gjë, një njohuri që e ke. Kurse ky është një libër që e shpallë i bekuar që e vërteton atë përpara ti dhe që tu tërheqësh vërejtjen Mekës dhe botës përreth, jo vetëm Mekës, po edhe botës përreth. E ky është libër të cilin ne që e shpallëm edhe vërtetuam të përpara ti, pra kemi vërtetu këtë Kuran, që mja tërhek vërejtjen Mekës dhe botës përreth. Edhe ata që i beson botës tjetër, i besojnë ati dhe kujdesen për të ruajtur kohët e namazeve të tyre. Pra, të falurit e namazit me kohë është një ndër urdhrat e Zotit, prandaj ju që nuk keni njohuri se si të falet namazi, unë juftoj që të ndiqni kanalin tim në YouTube, Iqbal Huduti, dhe shkoni te playlist, aty shtypeni butonin i cili thot namazi. Aty do t'i keni të gjitha namazet, ju preferoj të filloni në këtë muaj Ramazan, të bëni ndryshime në jetën tuaj, së paku me namazin e sabahut. Në mëngjes, pa marrë parasysh kur ngritesh, mos e fillo ditën pa abdes, mos e fillo ditën pa 2 rekat namaz të sabahut. Veç mund të lëshosh videon dhe të vazhdosh me faljen e namazit, mu ashtu si që është falë profeti Muhammed dhe familja e tij. Vazhdojmë. Verseti 93. Kush është më mizor se ai i cili shpiv gënjeshtra ndaj Allahut, ose thot, më shpallet mua, e kur gjë nuk është shpallur, ose që thot, edhe unë do të shpall një lloj, ashtu si kur ka shpallur Allahu, pra të krijoj një Kuran tjetër, si kur ti shohësh mosbesimtarët në mundimet e vdekjes, kur e ngjujt ti shtrin duart, dorëzoni shpirtat tuaj, sot do të shpërbleheni me dënim të poshtër, sepse thoshit për Allahun çka nuk është e vërtet dhe jeni sjell me arrogancë ndaj argumenteve të tij. Në këtë verset, në surën Enam, ajetin 93, këtu Zoti i ndan 3 kategori të mosbesimtarëve. Kategoria e parë kanë thënë, nuk është shpall kur gjo profetit Muhammed. Kategoria e dytë ka thënë, pse po e ngritni qatë shumë profetin Muhammed, edhe unë mundi Zotin e juj, edhe unë mund të shpall një libër të ngjajshëm si ky Kurani, dhe kategoria e tretë thot, që ata kanë thënë, kategoria e tretë sikur edhe unë do ta shpall, kategoria e dytë edhe një herë. Në këtë verset kuranor të surës Enam, ajeti 93, Zoti paraqet 3 lloj të kategorive të jo besimtarëve në kohën e profetit Muhammed. Kategoria e parë atyve mos besimtarëve, mizor, të cilët shpifnin gënjeshtra ndaj Allahut, ose ata thonin, më shpallet mua, pse thot po e ngritni atë shumë profetin, se thot ajo mund të më shpallet edhe mua. Kategoria e parë janë ata të cilët kanë shpifur gënjeshtra ndaj Allahut, dhe kategoria e dytë kanë thonë mund të më shpallet edhe mua, dhe kategoria e tretë thot
unë do të shpall një lloj, një Kur'an si ky. Pra, këto janë 3 kategoritë e mosbesimtarëve. Disa thonë gënjeshtra, shpifin gënjeshtra, kategoria e parë, kategoria e dytë thotë edhe mundet edhe mu me mu shpall Kur'anin një njeri i thjesht, dhe kategoria e tretë thotë që edhe unë mund të shpalli një Kur'an, një libër ngjajshëm si Kur'ani. Vazhdojmë. Dhe këtyre Zoti thotë do t'ju jap, do t'i vinë engjujt dhe do t'ja marrin shpirtin me duart e tyre dhe ata do të kenë një dënim të poshtër, se dënimet janë lloj-llojshme, prandaj mos e bëni veten që njerëzit të pështyn, të shajnë, të fyen mbi koformën tuaj. Keni kujdes. Por do të na vini një nga një, ashtu si që kemi krijuar herën e parë, duke i lënë pas shpinë të mira që ju kemi pas dhënë. Ne nuk shohim me ju ndërmjetësuesit tuaj, që ja keni bërë shok të barabartë atij, ndërmjetësues pra, kur ata i bëjnë shok, për shembull, i luten një mundem me thonë ndërmjetësues, kur për shembull mundesh m'ju lut një vorrit me thonë o zoti jem, apo i lutet një zoti tjetër, ka po di një idhulli, apo ndërmjetësues mund të jetë edhe mjeku për shembull, edhe ti thu, mos t'i shkon ai doktori, unë e kesh të vdek. Pra, këtu e fut si një ndërmjetësues që i bëhet rival Zotit. Pra, kemi kujdes. Prandaj thot, ati janë këputur lidhjet ndërmjet jush dhe u janë humbur sysh ata në të cilët ju keni shpresuar. Me të vërtetë Allahu bën që kokra dhe bërthama të mbi. Nga jo e gjalla nxjerr të gjallën, kurse nga e gjalla bën jo të gjallën. Ai është Allahu e ju, ka po janë bani o njerëz. A i bën të agoj dhe natën e ka bërë për të pushuar, kurse diellin dhe hënën për të llogaritur kohën. Pra, del hëna, fillon dita e re. Në mbrëmje. Në mëngjes del dielli, fillon dita e re dhe nata e re pra. Prandaj, ne ua kemi shpallur argumentet tona njerëzve që din. Pra, njerëzit që din, njerëzit që janë vigjilent, njerëzit që janë të mençur. Prandaj, njerëzit që e përdorin mendjen e tyre. Ai është i cili juve ju krijon vetëm prej një brumi, aty në tokë. Prej njëjtit brum është edhe Hava edhe Ademi. Jetoni dhe për jetë pushoni. Ne u shpalojmë argumentet njerëzve që kuptojnë. Ai është i cili lëshon nga qielli ujin e mandej bëjmë që me anë të tij të mbijnë të gjitha llojet e bimëve dhe prej tij rriten gjelbrime që bëjnë kallinje dhe kokra plot, kurse nga trupat e pemëve prej majeve të tyre varet fruti që është lehtë të vilet dhe kopshtet me hardhije dhe ullinje edhe kaça të ngjashme dhe të ndryshme. Shikoni pra frutet e tyre kur formohen dhe kur piqen. Me të vërtet në këtë ka argumente për njerëzit që besojnë. Të gjitha këto frute janë krijimi i Zotit. Ne mund vetëm t'i shkatrojmë, t'ja humbim formën, t'ja humbim shijen me futjen e hormoneve të ndryshme, por krijimi si krijim është nga Zoti. Dhe këto janë argumente nga Zoti. Ata i a bënin Allahut shok të barabartë e gjinët. E ata i ka krijuar ai, Allahu, i përshkruajnë se ka djem edhe ka vajza, pa ditur asgjë. Djali i Zotit, në emër të Zotit, të Birit të Shenjtë, ku ta diun. Pra, i përshkruajnë edhe djem edhe vajza, pa ditur asgjë. Vajza ja kanë përshkruar engjujt që janë vajzat e Zotit, engjëllishat. Qoftë lartësuar Allahu
edhe shumë lartë mbi atë çka ja përshkruaj, pra pabesimtarët. Ai është të fillues i qiejve dhe i tokës, prej nga të ketë fëmijë kur nuk ka bashkëshorte. Ku mundet me pas Allah i fëmijë kur nuk ka bashkëshorte? Ai krijon çdo send dhe ai di çdo send. Ai është Allahu, Zoti juaj, nuk ka tjetër Zot përveç atij. Krijuesi çdo sendi, prandaj adhurone atë. Ai përkujdeset për çdo send. Atë nuk mund të arrijë në shikimet, e ai mbërrin shikimet. Ai mund na sheh, po shikimi jon nuk ka diapazonin për me pa Zotin. Ai i arrin shikimet. Ai është i mirë dhe i informuar. Nga Zoti juaj kanë ardhur argumentet e qarta, e kush i merr parasysh e ka për vete. Por kush është i verbër është në dëm të vetit. Dhe unë nuk jam rojtari tyre. Shikoni çfarë Zot tolerant thot. Kush i merr parasysh, ai e ka për vete. Bëhet besimtar, e ka një jetë lumtur, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe nëse i vinë ndonjë fatkeqësi në këtë jetë, nuk e trazohet shumë, sepse e dim që e pret një botë më e mirë, e dim që Zoti e ka zgjedhur atë besimtarin e vet që ta sprovoj dhe që t'ja ngrit besimin hala më të madh, ende më të madh se sa që e ka. Prandaj, shikoni sa tolerant është Zoti. Kush beson, thot, e ka për vete. E kush nuk beson, thot, unë nuk jam, e ka për dëm të vetit. Unë, thot, nuk jam rojtari i ty. Kur ai nuk e lyp, o Zot, më ruaj për të këqijave, nuk beson, thot, unë nuk jam rojtari i ty. Vazhdojmë. 105. Dhe ja, ashtu ne sharojmë argumentet e që ata të thonë, ti ke mësuar dhe për t'u sharuar atë njerëzve që din. Ti paso atë çka të shpallët nga Zoti yt, pra e urdhëron profetin Muhammed. Tjetër Zot veç atij nuk ka. Largohuni prej politeistëve, pra atyre që besojnë në shumë zotra. Largohuni nga ata. Sikur të kishte dashur Allahu, nuk do t'i kishin bërë shok, nuk ishin bërë politeist, por ne ty nuk të kemi bërë rojtar të tyre, dhe ti nuk je kujdestari tyre. Pra, kjo është një kurajo i jep Zoti profetit Muhammed, që ti mos u brengos pse ata nuk janë besimtar. Po të kishte dashur Allahu, nuk do t'i kishte bërë politeist. Edhe ti as nuk je kujdestari i tyre, as nuk je rojtari i tyre. Vazhdojmë. Mos i shani ata të cilëve u luten në vend të Allahut. Pra mos ja shani Jezusin, mos ja shani zotrat e tyre, që i luten në vend të Allahut, se ata do ta shajnë Allahun tuaj. Shikoni, këto janë mësime për live-et në për TikTok që i hapin, që e shajnë Jezusin, e shajnë Zotin e tyre, i vyen, i nënçmojnë. Zoti thot, mos i shani ata që i besojnë. Ata i besojnë djali i Zotit, biri i Zotit, madje edhe Zot e tjera, Zoti Jezus. Mos ja shani. Na e dim që ata e kanë besimin e gabuar, por jo të gjithë. Unë kam takuar në për konferenca të ndryshme shumë të krishterë, të cilët nuk e pranojnë Jezusin si biri i Atit, kurse si. Prandaj, neve Zoti na thot, mos ja shani zotrat e tyre, sepse ata kanë me ta shah Allahun. Dhe kur ta shan Allahun, ti je shkaktar, pse për këtë mëkat të madh. Vazhdojmë. Do t'ja shajnë Allahun nga armiqësia duke mos e ditur. Gjithashtu, çdo populli ua kemi zbukuruar veprat e tyre. Ata pastaj do t'i kthehen Zotit të vet, ai do t'i informojë se çka kanë punuar. Ne nuk jemi gjykues, nuk jemi gjykatësit e të tjerëve.
neve kemi Allahun i cili thot, po të kishëm dashur unë, o Muhammed, as një politeist nuk ishte ekzistuar. Por ne, po thot, i lëm të lirë. Nuk jemi rojtarët e tij. Ata betohen në Allahun me betim të rënd, që nëse u vjen ndonjë argument pa dyshim, do t'i besojnë atij. Thuaj, mrekullit janë të Allahut, po prej nga e dini ju se ata, kur të vi ai argument, nuk do të besojnë? Pra, lëneni, edhe pa besimtaren, lëneni të qetë, sepse Zoti dëshiron që mrekullit e tij t'i shfaq të ata dhe i thot besimtarve, ka e dini ju që ata nuk do të besojnë? Ndoshta tanë jetën ka qenë ateist, muajin e fundit e ka njoft Zotin më mirë se ti. Prandaj neve nuk na takon. Muajin e fundit të vdekjes ai bëhet besimtar shumë i fortë. Prandaj neve nuk na takon t'i gjykojmë, as të brengosemi për të tjerët të cilët as t'i shajmë zotrat e tyre, sepse na shajnë Allahun. Mrekullit janë të Allahut, po prej nga e dini ju se ata kur të vi ai argument, nuk do të besojnë? Na nuk e dim, një argument i thjesht edhe tap i ndriçohet zemra e thot, valla, e vërtet që ka fjala e Kuranit që kjo është kështu. Dhe ne do t'i ndryshojmë zemrat e tyre dhe syt, pra pikpamjet e tyre, nuk është në atë aspektin si organ syt, nuk do t'ja ndryshojmë ja qëtë sytje, po është metaforike, pikpamjet e tyre. Dhe edhe nuk do të besojnë si që nuk kanë besuar as më parë, dhe se do t'i lëmë që në humbjen e vetë të bredhin si të shashtërisur. Wow. Me kaq pra të nderuar miq, i lexuam edhe këto versete kuranore. Herën e ardhshme, pra jo nesër mbrëma, po pas nesër mbrëma, do të vazhdojmë me An'am ajeti 1. Pra përndryshe gjyzi i 8. Pra me këtë komentim letrar të Kuranit. Besojmë se keni mbetur të kënaqur, kërkojmë falje për gabimet e vogla apo të mëdha, sepse ato janë nga vogëlsia ime, ndërka që ato bindjet dhe fjalët e mëdha që ndoshta juve ju prekin në zemrat e juja, ato janë nga madhështia e Allahut. Prandaj bëhuni të lumtur që na ndiqni prapa perdeve dhe këtu brenda në TikTokun ton, edhe në YouTube, bëhuni të lumtur se asgjë nuk ndodh rastësisht. Nëse kjo video si në kanalin tim në YouTube ju del parasysh, do të thotë që Zoti ka dashur që ju të jeni dëgjues dhe të merrni këshilla nga këto versete kuranore që ne i lexuam dhe kishin një kuptim të gjerë. Ju duhet të jeni të kënaqur dhe unë dua të kërkoj shëndetin dhe mundësitë më të mira nga Zoti i lartësuar që ai më jep kohën të ndaj për ju, sepse vërtet gjatë muajve tjerë jam mjaft e zënur me krijimtarinë time letrare dhe kërkoj falje se ndoshta s'kam mundur me hy 3-4 muaj rresht në për live, mu për arsye të kohës e cila nuk më premton të merrem me live, sepse jo vetëm kjo që po e shihni, por ka përgatitje tjera para programit, emisionit, ka studim, ka ripërtrirje të diturisë, gjithashtu edhe mas programit, pastaj duhet vetë këtë ta editoj, prandaj edhe më merr shumë kohë editimi i këtyre videove, prandaj të cilat i bëj vetë, madje edhe fëmijët e mi thënë, jo mam, ti sa vjeçare je edhe më mirë se ne din mi editu. Po ja që zorin ndonjëherë edhe të mëson, kur nuk i mundësi t'i paguash ekspertët,
atëherë mundohem vetë diçka me bë. Kështu që mos ju vjen turp, mos u bëni tamahçar kopratës, mund të bëni edhe donacion. E falenderojmë një vëlla nga Luksemburgi, i cili javën e kaluar ka mbetur shumë i kënaqur me ligjëratat që unë i predikoj dhe ka shprehur dëshirën të më bëjnë një dhuratë me monedhë. Prandaj ato dhurata do t'jenë të shumë fishuara prej juve nëse doni të bëni donacion përmes Western Unionit apo në inbox mund të flasim, sepse është një sadakatu gjarje, i thënë, është lëmosha e përgjithmonshme. Pra një sadak që kur nuk mbaron. Sa herë që dikush e hap këtë video dhe e shikon këtë video, ai person që ka dhënë mundin e tij, suportin e tij, mbështetjen financiare, ai do të ketë shpërblim deri në ditën e Kiametit. Ose një libër, sa herë që dikush e hap librin, sepse libra vetëm nëse e djegë dhe e gjune dhe e fut në ujë mund të prishet. Përndryshe librat mund të jetojnë me qindra vite, prandaj është sadakatu gjarje, është një sadake përjetshme deri në ditën e Kiametit, dhe sa herë që dikush e hap atë libër dhe nga një paragraf mund të udhëzohet, shpërblimi është i joti dhe i imi, që unë po mundohem me predikim, ju po mundoheni me suportim të këtyre videove dhe të punës time, pak të lodhshme, por me shumë vullnet, me shumë dashuri dhe me plot energji, me shumë energji, sepse unë dëshiroj të jem në shërbim të dashamirëve të mi, followersve të mi që i kemi në YouTube mase 20.000 dhe këtu në TikTok mase 56.000. Prandaj mos pritoni, bëni like, bëni share, bëni subscribe, bëni follow, e tjera. Përndryshe, po ju përshëndes me fjalën më të bukur islame, me përshëndetjen më të bukur islame, nga zemra dhe nga shpirti im. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, selami, begatia, mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Okay?